Mirë, për pak çaste pritet që të nisë edhe bashkëbisedimi përjavshëm i kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, i cili tashmë çdo të shtunë u kthen përgjigje qytetarëve shqiptar nëpërmjet rrjeteve të tij sociale. Qytetarët shqiptar i kanë drejtuar shumë pyetje liderit të opozitës dhe sigurisht përgjigjet ata i marrin në bazë të pyetjeve. Ky aktivitet dhe ky bashkëbisedim vjen edhe pas takimit që kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha zhvilloi edhe me sindikatën e pavarur të Shqipërisë, Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë në 35 vjetorin e themelimit të saj, ku kryedemokrati tha se tashmë është koha për veprim, jemi në kohë të vështirë, jemi në betejë, por jo një betejë e cila nuk mund të fitohet. Të mirë, me sa duket ka nisur edhe bashkëbisedimi i zotit Berisha ndjekim së bashku. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj me mirënjohje të pakufishme për mbështetjen, për qëndrimin tuaj të pamposhtur ndaj këtij regjimi. Dhe kam kënaqësinë të konfirmoj se është pikërisht ky qëndrim janë kryengritjet tona paqësore, ato të cilat e kanë bërë Edi Ramën delen e zezë të mediave ndërkombëtare. Sot, si për asnjë lider tjetër të Europës, mediat e mëdha botërore kanë shpërthyer ndaj tij me epitete nga më të rëndat, duke e vlerësuar atë një gangren që duhet të hiqet për vendin e tij, duke e akuzuar direkt se mbrojtja që i bën Lubi Ballukut lidhet vetëm me implikimin e tij në aferat korruptive, duke e damkosur përsëri si arkitektin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra, çdo ditë, fal kryengritjes paqësore tuaj, mos pajtimit tuaj me vendimet e tij, Edi Rama damkoset sa asnjë lider tjetër në Europë. Kjo është një arritje serioze, rëndësishme për forcat demokratike, për opozitën. Kjo është një arritje e cila dëshmon se Edi Rama politikisht është i plagosur për vdekje dhe se kryengritja paqësore e opozitës me jehorën e saj të jashtëzakonshme ndërkombëtare ka luajtur rol shumë të rëndësishëm si në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve, në hedhjen poshtë të tezës raciste se shqiptarët janë të mbrojtur me korrupsion dhe nuk reagojnë, ashtu dhe me besimin dhe shpresën tek shqiptarët dhe partnerët tanë se Shqipëria ka një opozitë fuqishme që përballet dhëm për dhëm me narkodiktaturën, me regjimin autoritar të Edi Ramës, përballet dhëm për dhëm me propagandën zyrtare të mediave të kontrolluara nga Rama, të cilat si armike të egra të opozitës shpifin trillojnë, marrin nga zyrat e Ramës shpifje trillime, dizinformime dhe servirin sikur opozita
është problemi sikur pallati i kuq u doq për shkak të opozitës, apo njëri nga krerët e grupit strukturuar kriminal të Akshit, një hajdut e pamshirë e shqiptarve, është një zonjë e papërlyer dhe e përvojtur. Pra, përballë të gjitha këtyre faktorëve, rol përcaktues vendimtar ka opozita, kryengritja e saj, alternativa e saj, programi i saj. Dje ne paraqitëm para shqiptarëve alternativën tonë për rendin dhe sigurinë, ku shqiptarët rezultojnë njerëzit më të pasigurt pas haitianëve, ku specialistë të shquar fakturën me shifra dhe faktet pa kundërshtueshme, pasigurinë e plot që mbjell narkoshteti për jetën, vërtetarinë, të dhënat, punën e qytetarëve të vendit. Toleranca zero ndaj krimit organizuar dhe prerja me gërshërë të çelikta, të lidhje të krimit me politikën, ndëshkimet ligjore me të rrepta, vetin i plot çlirimi policisë nga bandat dhe krime dhe gjithë administratës, do rikthejnë Shqipërinë dhe njëherë, si dhe konfiskimi të gjitha pasurive, pronave, llogarive të krimit, do bëjnë të mundur që Shqipëria të rivendosë shtetin ligjor, sigurinë e qytetarëve. Faleminderit. I hapur për çdo pyetje që dëshironi.